Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar këtë të mërkurë një bisedë me gratë në Tiranë. Gjatë fjalës së tij ai u shpreh se është e rëndësishme që të zhvillohen sa më shumë takime me qytetarët. Kur ndonjëherë më shumë se sa këto ditë këto javë që kanë mbetur nuk marrin peshë dhe rëndësi të jashtëzakonshme takimet. Ju takimet tuaja dhe të përfaqësuesve tuaj në shtabe. Ndaj dhe ftesa ime, këshilla ime, sugjerimi im është takime dhe vetëm takime. Berisha nuk i ka kursyer kritike atas ndaj Partisë Socialiste dhe fushatës së zhvilluar deri më tani. Sipas tij, Edi Rama kërkon të spostoj vëmendjen e qytetarëve nga problematikat me të cilat përballen. Ai fillimisht del para shqiptarëve sikur ka zbrit nga Marsi, sikur nuk ka qeverisë 12 vite, sikur nuk din se ku është, nuk flet as për 12 vitet, as për 4 vitet që vinë, dhe zhvillon një narrativ, paraqet një narrativ në të cilën kërkon të ngjasoj me një Big Brother të pjesshëm apo me diçka të tillë, duke presupozuar se njerëzit nuk kanë asnjë problem. Berisha nënvizoi gjithashtu se të gjitha strukturat e Partisë Demokratike do të jenë në funksion të qytetarëve për të sqaruar programin e opozitës.